Të admirosh natyrën redukton perceptimin e dhimbjes. Sipas një studimi të fundit, është gjetur një lidhje dhe shpjegim mbi fenomenin ku peizazhet natyrore ndikojnë në reduktimin e dhimbjeve duke hedhur bazat për terapi të reja jo farmaceutike. Gjatë fazës studimore është monitoruar aktiviteti cerebral i vullnetarëve me goditje të vogla elektrike, teksa vërejtonin video dhe kur këto ishin me pamje natyre, dhimbja ndjej më pak në krahasim me pamje të tjera. Ky rezultat u konfirmua edhe nga rezonancat magnetike që evidentuan reduktim të sinjaleve sensoriale që truri merr kur trupi ndjen dhimbje. Sipas ekipit kërkimor, efekti kurativ i natyrës është pothuajse sa gjysma e efektit të medikamenteve kundër dhimbjeve, pra nuk arrin të zëvendësoj rezultatin e tyre, por padyshim është në nivele mjaft domethënëse, pasi është evidentuar në terma shkencor që marrja e ilaçeve dhe qëndrimi në gjelbërim së bashku ndikojnë shumë mirë në organizëm duke përshpejtuar dyfish procesin e shërimit. Pra, njeriu e ka të domosdoshme natyrën dhe sa më shumë largohet prej saj, aq më pasoja ndjehen në organizëm në nivel fizik dhe psikologjik.